Ne, bijtë e Vërçunit, që u lindëm e u rritëm në këtë vend të mrekullueshëm, na takon t'i mbajmë gjallë dhe t'po trashëgojmë brezave mallin, dashurinë, traditat dhe zakonet e të parëve. E kam dashur dhe e dua me gjithë shpirt fshatin tim si pjesë e patjetërsueshme e tij. Jam lindur e rritur aty. Kam qarë e kam qeshur. Nuk jam ndarë asnjëherë nga njerëzit e këtyre visoreve me tradita të shkëlqyera, zakonet e lashta e ndjenja patriotike. Krenar për fshatin tim, u jam borxhli bashkëfshatarëve, veçanërisht prindërve që më rritën, edukuan dhe shkolluan me sakrifica të panumërta, duke kursyer deri në bukën e gojës. Gjersa të më rregëtij shpirti, do t'ju shërbej me devotshmëri banorëve fisnik që më brumosën me dashurinë për njerëzit, me ndershmërinë e bujarinë e sinqertë, me besë e trimëri burrash, mikpritjen dhe virtytet e larta të trashëguara në shekuj. Njerëzit e mi të mrekullueshëm, në harmoni të përsosur me njëri tjetrin, përballuan me sukses mundime të mëdha për të mbajtur lart nderin, dinjitetin dhe identitetin e tyre si vërçunar. Virtytet e trashëguara me aq vetmohim më frymëzuan të shkruaj këtë libër që rreket t'i ruaj traditat e bukura të fshatit tonë. Po ju lë brezava një copës historie të këtij vendi të begat, ta ruajnë si sytë e ballit dhe ta pasurojnë në tej. Shkruan autori i librit Vërçuni në vizionet e kohërave, doktori i mirënjohur Refki Pere. Vërçuni është nga fshatrat e vjetra të krahinës së Gorës, me tradita dhe zakone si gjithë krahina e lashtë. Për të shkuar në Vërçun, ndiqet rruga nacionale Pogajdes-Korç, rreth 20 kilometra nga Pogajdesi, me rruga në Kakaç, e më pas drejt Vërçunit do të kalosh grykës së malit, përgjatë rrjedhës së lumit që buron nga malet e Prenishtit, e që shoqëron udhëtarin me gurgullim të lashtë derisa mrrin në fshat. Fshati ka qenë banuar qysh në kohë të lashta, por nuk dihet me saktësi kur është krijuar. Fillimisht shtrihej në zonën e quajtur Luadhi i Alos, në lartësi 1000-1300 metra në lartësinë e bregut. Maja më e lartë është mali i Renave, 1550 metra mbi nivelin e detit. Vërçuni ka klimë mesdhetare paramalore me dimër të ftohtë dhe rreshje të dendura bore e shiu. Temperaturat shkojnë nga -5 deri në -10 gradë Celsius gjatë stinës së dimrit. Pranvera është e freskët, ndërsa vera e nxehtë dhe e thatë, me temperatura që arrin deri në 30 gradë Celsius. Në zonë ekzistojnë larmi dhe diversitete drurësh si ahu, dushku, thana, gorica, valla e të tjerë. Në tokat bujqësore kultivohen misri, ruri, tërshëra, elbi, fasulia, patatja, qepa, domatja, shalqini, hudra dhe një sër produktesh të tjera me vlera të larta ushqimore. Në kodra rriten drur frutor, moll, dardh, kajkushka, arra, kumulla, qershi e të tjerë. Në përrenj rriten shkure të çmuara si thieri i gurit, bim të rralla mjekësore, panaferra, lule shtrydhe, kulumbri, muriz, varietete trëndafili e të tjerë. Në juglindje Vërçuni kufizohet me fshatin Kakaç, në perëndim ndahet me fshatin Qershënik, në veri perëndim kufizohet me Prenishtin edhe në veri kufizohet me fshatin Beragosh, në juglindje kufizohet me Stropskën. Rruga e vetme automobilistike që lidh fshatin me rrugën nacionale e ka zënafillën rreth viteve 38 në iniciativën e Baze Vërçunit, me kontribut të madh financiar e monetar. Për hapjen e rrugës ka kontribuar me punë vullnetare gjithë fshati. Përpara se të çelej rruga automobilistike, fshati lidhej me rrugën nacionale nëpërmjet një rruge këmbësorësh, anës lumit, që kalonte 17 herë nga njëra anë në tjetrën, dhe në rast të rreshjesh të dendura shiu, bëhej e pakalueshme. Në vitin 2009, rruga me gjatësi 2.5 kilometra u asfaltua dhe sot plotëson të gjitha parametrat komunitar. Me nismën e shoqatës Vërçuni, në maj të vitit 2013, Këshilli i Qarkut të Korçës dhe ai i komunës Dardhas dhanë emrin e merituar Rruga Baze Vërçuni. Oferta të limituara. Përfitoni 50% ulje për çdo produkt. Përpara meje kam kondicionerin 24.000 BTU me klasë energjie A3+ në ngrohje dhe ftohje, i vetmi në tregun shqiptar.
Prodhimi vitit 2024 e përfitoni nga 1.800 euro në 900 euro dhe garanci 7 vite nga Eco Concept. Blini zgjuar dhe kurseni për xhepin tuaj. From this to this, with the help of artificial intelligence, we create precise digital models, and we present the first new Zirconia in Macedonia. Perfect precision, natural aesthetics, and results that last. This is the future of dentistry. Today, here, at Dr. Batkoski Dental Center. Sot besimi fetar në fshat është ai musliman. Xhamia në qendrën e fshatit është ndërtuar në kohën e sundimit turk. Aktualisht nuk ekziston. Në vendin e saj është ngritur qendra shëndetësore. Toponimi Vërçun rrjedh nga slavishtja Verlo, Majmali plus Çun, një lloj si emri i fshatit Vërnik. Numri më të madh të popullsisë, fshati arriti në vitin 1988 me 652 banor, kurse në vitin 1945 ishte qendra e lokalitetit me rreth 420 banor dhe 68 shtëpi. Aktualisht jetojnë vetëm 30 familje. Me vendim të Komitetit Ekzekutiv të Rrethit të Pogajdesit në vitin 1974, Judhaemi Grunjas dhe është qendra e fshatit të bashkuar në rrethin e Pogajdesit që përfshin edhe Prenishtin e Dërdushen me një popullsi të përgjithshme 1200 banor. Interesant mbetet fakti se zona ka qenë prej qindra vitesh dhe në fillimin e saj e banuar nga një popullsi e besimit të krishterë. Kjo faktohet edhe nga zonat të caktuara që kanë toponime fetare si Kisha Asos, Shënkolli e të tjerë. Në vitin 1981, në vendin e quajtur Kishëza, janë zbuluar varre të vjetra me ploça guri të stilit kristian, ndërsa në një tjetër zonë e njohur si Luadhi Alos janë gjetur krahas varreve çypa prej qeramike si dhe monedha ari. Sipas disa dokumentave të gjetura në Bibliotekën Kombëtare në Tiranë, rezulton se në fund të shekullit të 17 dhe fillimit të shekullit të 18, Vërçuni njihej edhe për prodhimin e armëve të brezit dhe pushkës. Kjo vërtetohet edhe nga mbetjet e gjetura të gurëve të strallit në vendin e quajtur Puset e Fjerishtave. Një nga objektet më të veçanta kulturore në zonë është Vakëfi ose Mekami. Zanafilla e tij i përket viteve 1911-1912 të luftrave për pavarësi kombëtare dhe lidhet me vrasjen e 12 burrave të së një shtëpi, 11 djemve dhe babait, vrarë në fushë Kosovë. Mendohet të kenë jetuar në lagjin e Ysove, afër Vakëfit. Në vitin 1945, me fondet e grumbulluara nga kryetari i Këshillit të Fshatit, Tahir Pere, u ndërtua Vakëfi me gurë të gdhendur në formë gjashtkëndshi, ndërsa zanatsiu që e ndërtoi ishte nga Podkozhani. Deri në 1967, kur me iniciativën e rinisë komuniste, u prish dhe u kthye në dyqan. Në vitin 1992, u ringrit mbi ato themele me të njëjtën strukturë gjashtkëndore. Vërçuni është i pasur me tradita kulturore dhe artizanale të lashta. Artizanët e vjetër të fshatit furnizonin me rrota qerresh zonën e Korçës. Si gjithë gorarët, vërçunakët janë të dashur, të urtë, bujarë e trima dhe punëtorë me emër. Popullsia i përket fesë muslimane, festojnë Bajramin e Madh dhe e të Vogël, ditën e Verës, Sultan Evruzin dhe Shëngjergjin. Si rregull, fejesat në fshat bëheshin me mbledhëri në fshatrat fqinj, por në kohën e monizmit, shumë çifte u lidhen me dashuri. Martesë e propaganduar nga partia në pushtet. Fshatarët tanë janë mikpritës, arsimdashës dhe shumë punëtorë. Nuk ka ekzistuar gjakmarrja e as ka pasur hasmëri. Harmonia midis banorëve dhe familjeve ka qenë shembull në të gjithë krahinën e Gorës. Shkonin shumë mirë mes tyre, merrnin pjesë bashkërisht në përgëzime e hidhërimet e njëri tjetrit. Si në të gjithë krahinën e Gorës, shtëpitë ndërtoheshin prej guri, me dy kate, mbuluar me ploça, oborr para shtëpisë, dy dhoma e korridor në mes, të ndërtuara nga ustallar oparak dhe vendas. Jeta artistike e kulturore ka qenë pjesë e pandare e jetës së banorëve. Shkëndija e parë e grupeve artistike ka qenë me Fejm Liçon dhe Aziz Pere. Vonë, rolin kryesor e luajti Azizi, që organizoi grupin artistik në fshat dhe fshatrat përreth.
Vlerat artistike u trashëgoi fëmijëve, të cilët më pas kanë debutuar me sukses në festivalet kombëtare. Perla gorare e Vërçunit në Gajde ishte Hekuran Pere, i cili ka marrë pjesë në disa festivale kombëtare dhe veprimtari jashtëvendore. Banorët kanë qenë edhe arsimdashës. Kanë mbaruar arsimin e lartë dhjetra studentë, të cilët punojnë brenda e jashtë vendit. Në të gjithë Republikën shërbejnë kuadro të përgatitur nga Vërçuni, mjek, inxhinier, mësues, oficer dhe agronom. Shkolla e parë u hap në vitin 1944 me mësues të mirënjohur Nazif Sjan. Pas shkollës ose kursit të analfabetizmit, rreth viteve 1950, mori rrugën shkolla fillore, kurse në vitin 1960 u hap shkolla 7 vjeçare, e cila 4 vjet më vonë, në 1964, u kthye në shkollë 8 vjeçare me staf të plot pedagogjik. Si i gjithë krahina e Gorës, fshati Vërçun ka mbështetur lëvizjet për pavarësi dhe çlirim kombëtar nga okupatorët e huaj. Në luftën nacional çlirimtare, nga fshati kanë marrë pjesë 14 të rinj. Angazhim pati edhe në çetën e ballit kombëtar të Vërçunit, prej rreth 20 deri në 30 persona. Ajo formua nga vjeshta e vitit 1943 si kundërpesh e njësitit partizan të krijuar më herët. Pas çlirimit deri në vitin 1955, secila familje punonte tokat e veta me mjete primitive, parmend, meqe ose kuaj. Mungonte mekanika bujësore, plerat kimik, investimi i shtetit në bujqësi që pothuaj zero. Prodhimi bujësor ishte në shifra të ulta. Shteti tatonte familjet në bazë të tokës dhe çdo vit secila familje depozitonte në magazinat e shtetit mish, lesh, grur, misër dhe vezë. Si në të gjithë Shqipërinë, edhe në Vërçun, viti 1956 njihet si viti i formimit të kooperativave bujësore. Pasi me 27 mars të atij viti, u krijua kooperativa me bazë fshati me 14 familje, e dyta në rreth pas asaj të Zërvaskës. Fshatarët bashkuan tokën, pendët e qeve e veglat e punës. Kooperativa bujësore e Vërçunit, e përbërë nga 3 fshatrat, Vërçun, Prenisht, Dyrdush, dispononte rreth 770 hektar tokë. Drejtimi kryesor i kooperativës ishte prodhimi i drithrave të bukës. Pluralizmi politik dhe ndryshimi i sistemit ekonomik solli nevojën e shpërbërjes së ekonomisë kolektive dhe privatizimin e pronës. Por gjatë 30 e ca viteve të kooperativës, prishja e kufive të tokave vështirësonte procesin e shpërndarjes së pasurisë së vëmë me mund e djerës gjatë gjithë kësaj kohe. Mbas viteve 90, fshati filloi të boshatisej. Shumica e familjeve u largua drejt qyteteve kryesore si Tiranë, Durrës, Vlorë, Pogradec, Korçë. Braktisën shtëpitë, trojet u përballën me vështirësi të shumta për strehim e punë. Por kudo ku shkuan, arritën të rindërtojnë jetën dhe aktualisht janë integruar në jetën e qyteteve ku banojnë. Një ditë shkurti të vitit 2005, me iniciativën e zotit Gentian Pere, u krijua shoqata Vërçuni me 10 anëtar. Takimi u vendos në datën 6 maj, ditën e Shën Gjergjit, ku mblidhen të gjithë bashkëfshatarët, takohen me njëri tjetrin dhe festojnë së bashku. U caktua kjo ditë në respekt të objektit më të rëndësishëm të kultit të fshatit, vakafit. Ashtu si në kohën e diktaturës, besimtarë nga fshatrat fshinj vinin të vizitonin vakafin, bënin kurban shqerra, luteshin për të afërmit. Sot tradita vijon. Takimi në ditën e Shën Gjergjit është ripërtëritja e kësaj feste të hershme dhe për çdo që është larguar, është një ditë takimi dhe çmalljeje me sokakët e fshatit që i lindi dhe i rriti. Në pak rreshta, sollëm një historik të shkurtër të fshatit, histori e cila tashmë është shkruar në librin e doktorit Refki Pere. Një libër i cili ka dokumentuar më së miri çdo element dhe detaj të Vërçunit, duke qenë një pasuri për brezat e sotëm dhe ata që do të vijnë, në mënyrë që historia e Vërçunit të trashëgohet dhe ruhet në breza.